Sot pra jemi për demonstrimin e radhës të harja tek ardhia. Përveç krahasitjes dimrore, tek ardhia është të domosdoshme të bëhet ndërhyrje edhe gjatë vegetacionit ose quhen ndërhyrje të gjelbta. Kjo vetëm në arsye për të rregulluar raportet e prodhimit dhe raportet vegetative të pemës. Një ndër operacionet më kryesore tek operacionet e gjelbta është të harja. Ç'është të harja në vetvete? S'është gjë tjetër, vetëm se heqja e të gjithë lastarëve të panevojshëm që dalin tek bima. Ku dalin të lastarë? Të lastarë mund dalin tek cungu i ardhisë, pra pjesa shumë vjeçare. Cungu i ardhisë mund dalin edhe në shartesë edhe mbi shartesë. Ke pjesët krahët shumë vjeçar, mund dalin tek cepat e zëvendësimit, se këtu kemi rastin e krahasitjes së shkurtër që kemi me cep, por mund dalin edhe tek sharmenda e prodhimit. Pra, me fjalë përgjithshme, heqja e gjithë lastarëve të panevojshëm, që do të ishin konkurrentë në lëndë ushqyese dhe do të shkonte këto lëndë ushqyese komplet do shkonin dëm, pra, nuk do shkonin dobi të prodhimit, ne prandaj bëjmë pastrimin. Bëjmë pastrimin të harjes. Qëllimi kryesor i të harjes është të rregullojë raportet e drejta masë vegetative pra me masën prodhuese. Të ketë raportet e drejta ndërmjet sasisë dhe cilësisë, se ne duke bërë rradhimin, lëmë veshullet më të mirë dhe prodhimin më të bollshëm, kështu që do të kemi edhe cilësi prodhimi. Çfarë bëjmë tjetër? Ne duke parë zhvillimin e ardhisë, bëjmë dhe harmonizimin, një zhvillim të harmonishëm pra gjithkund të pemës. Tjetër, ka raste që tek ardhia, në shumë raste, shpërthen më shumë se një ose dy lastar në të njëjtën, një ose dy lastar në të njëjtën syth, sepse ardhia ka sytin e përbërë. Atëherë ne do të heqim pra, do të lëmë vetëm njërin lastar. Në këtë rast pra bëhet heqja. Tjetër çfarë bëjmë? Duke hequr pra këta lastar të tepërt, ne bëjmë ajerim, ndriçim më të mirë dhe si pasojë të gjithë proceset fiziologjike, sidomos fotosinteza që është procesi kryesor, kryhet më normalisht dhe bëhet më eficiente. Kohë kur duhet punojmë me të harjen? Zakonisht me të harjen ne rekomandojmë të bëhen dy ndërhyrje. Ndërhyrja e parë, dhe që ka shumë rëndësi sepse do të japi zhvillimin e degëve kryesore, pra, ndërhyrja e parë bën kur gjatësia e lastarit është 4-5 cm. Pse ndërhyret në këtë kohë? Ndërhyret në këtë kohë sepse gjithë këto sasi, këto lëndë ushqyese, lëndë organike që përpunon bima nëpërmjet fotosintezës, mos i shkojë pra degëve që janë të panevojshme, po të shkojnë në dobi të prodhimit të degëve që ne kemi nevojë që të japin prodhimin dhe të rrisin jetë gjatësinë e ardhisë. Pra, puna e parë, pra, heqim lastarët nga cungu shumë vjeçar. Pse ka rëndësi heqja në këtë kohë? Heqja në këtë kohë ka shumë rëndësi sepse edhe heqja bëhet shumë e lehtë, pra nuk është forcuar pra si degë, heqja bëhet shumë e lehtë dhe plaga është shumë e vogël. Dhe ajo që ka rëndësi prapë që ja përmenda, edhe lëndë organike që ne largojmë, se bima e ka ushqyta, pra edhe lëndë organike që ne largojmë, është shumë e pagët. Pra, si thuash, nuk shkojmë dëm lëndët organike, që bima ka nisur të prodhojë për të mbajtur prodhimin e arshëm. Pra, si që thash, shikojmë trungun kryesor. Mirë është që të kemi edhe gërshërët me vete, sepse gjatë krahasitjes dimrore mund të kemi bërë ndonjë gabim ose mund të jetë lënë pa dashje ndaj degë e vjetër që nëse heqim dot me dorë. Këtë pastrimin e cungut më ta bëjmë kështu të thjesht me dorë, kuptoj? I kapim që të gjitha, se ka raste që ne sa shohim ndaj syt që po del, edhe i kapim shumë. Si rregull tek thesa nuk lejmë lastar, si rregull e pastrojmë, sepse është shumë interesant, aty ku është thesa, aty me zhvillim më të madh ja merr gjithë ushqimin pjesës tjetër. Rasti i dytë faktikisht bëhet kur ka filluar diferencimi i lulerisë ose i veshullit. Pse? Se gjatë kësaj të harjes ne mund të heqim si rregull duhet heqim të gjithë lastarët e dobët, të gjithë lastarët e dobët me zhvillim jo të mirë, të gjithë lastarët pa prodhim, por rasti kur janë shumë të vegjël bobaki, nuk e ka filluar diferencimet dhe nuk e kuptojmë, nuk e njohim. Presim punën e dytë ose radhën e dytë të harjes, kur ka diferencuar lulerin me qëllim që mos
mos heqim dhe mos dëmtojmë lulërinë. Ka raste që prodhimi, pra thash herë, do të jetë specializuar shumë mirë. Në rast kur prodhimi është shumë i madh, mund të heqim edhe me lulëri, ja. Do të heqim me lulëri. Pse? Sepse lulëria ose sasia e tepërt të prodhimit na ul cilësinë. Ne jemi në një breshtu që është periudhën e prodhimit, sipas moshës mund bëhet tek breshti i ri. Tek breshti i ri të harja dhe do të kemi parasysh që aty do të kemi parasysh formimin e krave, ose ashtu siç ka menduar pra pronarit ta mbaj breshtin ose sipas rekomandimit specialistit. Rastin e dytë është tek prodhuesit, siç jemi në këtë rast, dhe në rastin e tretë harja mund bëhet edhe tek ardhit shumë të vjetra që kryesisht bëjmë ripërtëritje. Tek ardhit e vjetra pra, siç thash, ne do të jemi të kujdesshëm, do ta ruajmë. Ka raste që do ta ruajmë në lastar nga pjesa e vjetër me qëllim që ta kemi zëvendësim dhe për vitin e ardhshëm. Në të dobët, ja, nga me të prodhim. Edhe këtu shiko si që kemi, se kemi akoma në proces formimi dhe si rregull hiqen gjithë pjesët e poshtme, gjithë lastarët e poshtme dhe lejen të sipit në ndërmjet kemi një nyk bosh. Edhe distanca ndërmjet dy lastarëve shkohet rreth 20-25 cm. Aq sa na duhet. Ja, edhe këtu e kemi shumë përsëri në rregull. Kjo ishte pjesa shumë vjeçare që s'kishte nevojë kishte. Kjo është e dobët, edhe kjo është e dobët. Kjo është ermen prodhuese, po le të jetë. Ja, edhe këto kishte dalë. Një ndër arsyet kryesore pse bën të harrin është edhe që ju thash që absolutisht proceset e ndryshme shërbimit agroteknike kryen shumë lehtë, sidomos për katë. Sidomos për katë. Sepse nuk na depërton, pra duke qenë aq e shpesh, nuk na depërton sasia e solucionit që ne përdorim për të bërë spërkatje. Këto menuam trajtojmë kësaj radhe në këtë emision. Në emisionet e tjera do të flitet përsëri për operacionet e gjelbër tek ardhia për të pasur një prodhim sa më të bollshëm dhe cilësor.